Puna e parë që bën është prezantimi te palët. Këtë kryetari I trupit gjykues duhet ta bëjë me patjetër pasi kjo është seanca e parë që e udhëheq kë. Pas largimit të kolegut të tij Arben Hoti nga krejt gjykata themelore e edhe nga gjykimi I të akuzuarve për sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit, të ndodhur më 24 shtator 2023. Andaj e rrugës është që 3 të arrestuarit për këtë vepër të deklarohen edhe një herë para trupit të ri gjykues, ndonse nuk bën deklarim ndryshe. Kao što sam I ranije izjavio, siç kam deklaruar edhe më herët, momentalisht nuk dëshiroj të deklarohem. Veç Dušan Maksimović tha se nuk ndihet fajtor. Nuk jam fajtor për veprat të cilat më vijnë barë me këtë akt akuzë. E për ta bindur gjykatën për këtë, avokatja e këtij të fundit kërkoi të ftohen 10 dëshmitar të ri, e edhe të bëhet ekzaminim për të vërtetuar uniformën e armën e Maksimovićit. Në faqen e 132 të akt akuzës, gjendet fotografia të akuzuarit me një armë, për të cilën prokuroria speciale pretendon se bëhet fjalë për pushkë snajperk, e për të cilën ne si mbrojtje pretendojmë se bëhet fjalë për një pushkë të thjesht ajrore. Kjo u kundërshtua nga prokuroria e edhe avokatët e policëve. Nuk e di që ka ndonjë ekspert, të paktën unë nuk kam informacione si prokuror, që mundet dikush me bë ekzaminim të fotografisë në krahasim me rrobat cilat janë gjetë në vendin e ngjarjes kur ka ndodhur sulmi në Banjsk. Kolegja që propozoi dëshmitarët e tha se ata do dëshmojnë se kanë bërë grellë së bashku dhe kjo e cili do pretendim tjetër nuk mund të rrëzoj e të zhbëj provën që kemi tani në shkesat e lëndës. Njësoj mendoi edhe trupi gjykues që refuzoi 9 dëshmitar të ri e edhe ekspertizën shtesë. Njëri dëshmitar që u aprovua pritet të dëgjohet në seancën e ardhshme. Po që se arma ka qenë snajper apo automatike, nuk ka ndonjë relevancë për trupin gjykues në faktin se a ka qenë apo jo I përfshirë. Nga dëshmitarët e prokurorisë, gjykata u tha se po tenton ta dëgjojë një përmes videolidhjes pasi është në Maqedoni të Veriut. Derisa Dragan Antonjević u vendos të ftohet për dëshmi në gjykatore pasi këtë punë kishte kryer veç në prokurori.